I qesëm parona, qesëm 7 miliard euro. Nuk ka një program kombëtar për këtë punë. Po dalin çdo vjet. Nuk ka një program kombëtar të ndërtuar që nol të paktën gjysër. Shiko, kur kush nuk mund me nol me thon tash ti. Po 5 vjet një kapacitet për prodhim të energjisë nuk e bën. Ama këtu vjen një pyetje, Orhan, që gati kena bërë si klishe. Çka ka bërë opozita për me i vun pak këto? Pra, a besoni që po a i çdo është klishemi, po do të më përsërit. Për shembull, dje ki pas një skandal ku me SMS tregohet se si ministja Artone Rizvanolli merr pjesë në punësimin e një militanti partijak, një zyrtari partijak. E mendoha me folë që ta në emision, po harrua dhe mund të tu folëse. Po pra, po më duket që plët gjona, fakti kini harru gjatë që të në kohë. Ja, shiko, që tash mujna, shiko, asni institucion, asni organizat nuk ka pa kritika. Kupton tash, muj me thonë që edhe ne e kena bo punën, nështë ta matë mirë, një mundu me bo, nështë ta, nuk kemi arrit, alto palandi se kemi pas me aftushëm, nështë ta informata kemi pas shumë për një herë dhe njerëz nuk kanë arrit me na kuptu që ka po të thonë ja. Din ton ka shumë mundësi tilla. Na e mundu me bo tonën, a ka vend për pluralisim, ka vend, dhe neve na ka byt kohë pak, apo kupton me marr veten. Unë s'po du tash me u kthy, po na si parti jemi kon sfidum Leo jashtëzakonisht. Kjo realitet. Apo den, neve na ka marrë ashim thotë që Kadri Veseli, edhe njerëz 99% kanë konsideruar që kjo parti e patfundit. Se na lidhja jonë emocionale, edhe si me thonë, mbi gjitha emocionale me ta. S'po flasë për vizion partijak, po emocionale, është mbetet e ende jashtëzakonshme, e oshtu për shkak padrejtisë të madhe që bëhet në një gjykatë tillë. Na jem edhe këtu për mu ka një vend, ti mundsh me bëhet diçka si opozit, por realisht rolit bën si qeveri me bëhet diçka. Se opozit veç e krijon kur s'ki kanal zyrtar. Në procese tilla konsiderohesh që jetë të ndiku pa nevojë për opozitës. Po kanali zyrtar kur e dërgon një letër, e dërgon mon seancë, thirr parlamentin, nxjerr një rezolut. Unë gjitha këtu, atëherë tregon që ti po përkujdesesh për diçka, që na e dim që atë është historia jonë në pyetje. Nuk ka emri përveçëm. Historia e ushtrisë trimtare të Kosovës, rrjedhimisht historia e Kosovës. Se ka burugu që ka pe popullit vet, si mos për me realizu lirin, me ndalë robrinë me realizu lirin. Edhe tash ty të ka kriju një situatë ku nuk të me onë ne kemi dalë për asaj si me thonë për një ngarkesë emocionale të madhe. Nuk po du më arsyetu me këto, po thonë kjo realiteti. Mani një vjet, 2 vjet kemi mënu me bo ka pak opozit parlamentare, e kemi marrë vetën, kemi fillu me bo opozit parlamentare, kemi dërgu në gjykatë kushtetuese mjaftueshëm ligje të cilat e kanë rujt që të rend kushtetues, njerëzve s'pju doket e rëndësishme, kur ndron kushtetuta fillojnë më ndru ligjet, fillojnë më ndru gjërat, e sheh shtetin gjytu ndikon që para 10 vjetë zbeson që ki pas që ashtu. Mirë, po, pra kemi bo mjaftueshëm, po ndoshta pa mjaftueshëm për opinion publik. Apo më kuptoj çfarë do të thonë. Tash, rastin e përmene të mesazheve. Po, ato që kina po, dhe nuk ka një reagim aty është një problem se e rishfaq edhe një herë këtë tendencën që çdo kush që si me thonë, ka mundësi lëvizjes vendose, që ka pas mundësi me ndiku në proces për me realizu një qëllim të vetin, i po të zënkat me zveti, jo po dojnë kjo pjesë e koalicionit në marë, po dojnë, jo po dojnë, aty lufta ke me styre, po rivaliteti për me nëzonë pozitën. Mendoj që mesazhi ka pak edhe të ke parë syri kjo farë huki, po ka dosh me pojë sigurt. Po, edhe, po aty është faq drejt domon intencën, qëllimin e tyne. E ka shfaq direkt, të përfshim krejt, përfshim edhe Leona Mihajli. Tash, për në me kamet këto është bu, tash kjo pak u bo një farë figure interesant, Leona Mihajli, sepse ajo realisht nuk ka rëll një institucione. Leo ka propozu me shpoll punëtorën e vitit. Qërë zdo parti i vynë një qasi njeri, do me thonë me timojnë tonë ata shkruj fjali me bënë kësi një me punësht. Ja, punë është punë që është kundërshtim prapo këtena që, kundërshtim me votën që te merë. Te merë votën duke thonë që meritokracia ka me qenë poza jonë. Në realitet që ajo votë qka të përkthehet pushtet, për një person që thotë mos ke pa merak se unë këtu i kry. Ne da japim votën ku shenë ata së me rëndësi. Me rëndësi ne këto e përkthejmë në një pushtet për veti.
Edhe këtu është... Në qëtë aspekt, edhe me ne që keni qenë shumë defanziv kur ka ndodhë këto skandale që jenë publiku prej medjave. Nuk po thëmë që është desh me bo opozit që shka bo vetë vendose. Aja nuk ka qenë opozitarizm, aja ka qenë vandalizm, që kanë bo këta ma heret. Opozitarizmi i vërtet është që i kap ligjet, i qanë gjykat kushtetuse, nuk e lenë vendem në të bo diktaturë. Tash këto i kemi bo, kemi folë për rezervat e grurit, kemi folë për... Opozitarizmi i vërtet që shtu kemi folë për energi elektrike, kemi folë për Martin Berishën, kemi folë për Nadim Krasniqin. Ne letë gjykat kushtetuse në herë vetë vendose si opozit, ose a ka pengu në njës ligjore, kur, për kundra zi veç gaze këtu. Mirë po, në qëtë aspekt, edhe me ne që nuk keni qenë sa duhet energjik. Marë parasysh edhe... Me rëndësit programin e kemi energjik, ka ndodhë në organizëm, e kemi energjik, edhe mendoj që kjo e bën dallimin. Qëre, pra për dhëmë, e mira është që ne jemi të shku drejt një date e cila në mundësin me korrigju... A mund të prodhun një qeveri, kjo... Që kjo vëtë intereseshëm, qaj, kalkulatorja, sa numra e e nëzirë e boni, sa numra e ko, Du mja shkatru qëtë aplikacion. A për vetë që gjividin, eq? Non-stop, që më thonë. Për vetë që gjividin, ha? Qka përdu, këtu qka? Ka me mu i dhënu qati. Se pyjtje të njët, apo ja pa trej. A mundet me prodhu një qeveri, edhe qarë qeverije? Më nështë me pyjtë që gjividin me thonë që Bedri Ramza ka propozur një fond bursave, 30 milion euro në vjetë për student, e që menoj që është një jashtëzakonisht një instrument jashtëzakonshëm për 3 tonë. Mu bursa ma ndru jetën. Unë e kam një bursë jashtë, 30 milion euro bursa, tani i ndojmë në forma ndryshme, për njerëzmena, për jashtë, për student. Për student në Kosovë? 30 milion euro në vjetë. Apo që mundën me marë bursa edhe me shku jashtë? Në Kosovë fillimisht programe për Kosovë, do mund mandej me po cilat qysh është mundësia, varësisht për kërkesave, mi lidhë me tregje e kështu me rollë. Po është 30 milion euro në vjetë. është jashtëzakonisht një input për trit edhe për mu, si me tonë, tash më spedzove edhe, po kërë kom qeni ri, unë e kom marrë një burs edhe ma andru jetën. Komplet ma andru jetën. Kom studiu jashtë edhe më këthy, ma ka një mundësi, së s'kom pas mundësi financiare në me shku, me mbulu një udhtim të tillë. E menoj që për te rezultateve, menoj se po këthena prap, po këthena te impakti që kemi me bo, me qeverisjen e Zot Hamza, është jashtëzakonshëm për secilin person në Kosovë dhe për secilin familje. Pra, për të vjetrit, për shërbime më të mira shëndetësore, për sigurime shëndetësore, për nonat të cilat nuk kanë fëmijë ku mi qunë qerdhe, e që ne e dim që vetë 5% atyre premtive të qerdheve kanë realizu, e që ato mbesin mrapa mëndej në shkollim, mbesin mrapa me gjetë punë, e kështu me radhë nuk pavarësohen financiarisht, e ne kemi një program të jashtëzakonshëm për dy gjërat, e para për mi ndihmu gratë në punësim dhe e dyta për me realizu ku me mujt, ku me qu fëmijë. Për prindrit, të cilët nëse punojnë sot në institucione që marrin po nga buxheti, kanë një rritje 50% të rrugës, pra nëse i kanë marrë 600 euro, kanë marrë 900 euro e kështu me radhë. Për ata në sektorin privat, të cilët punojnë sot, ku do të kenë zhvillim ekonomik, do të ketë gjykatën e punës, pra që i mbron të drejtë të tyre, do të ketë një fond të papunësisë, i cili thotë që nëse ti largohesh nga puna, pra mbyllet kompania, largohesh pas një periudhe të caktuar, 6 muaj shteti do të garantojë 80% të rrugës tonë. Kjo praktikë. A di çka do të thonë? A di çka do të thonë? Pra në familjet tone, kush na ndëgjon sot? Që qëllimi është që ti je prind, e ke një fëmijë të vogël je të punu dikon. Dhe mbyllet kompania apo duhesh me u largu e kështu me radhë. Nuk je rast social nesër. Nuk je rast social nesër. Pra ki një shans. Po ke një shërbim që ti të paktën familjes tone për 6 muaj të ardhshëm sa ti lyp punë, e ke të garantuar. Programi jonë, je i ri, do me studiu, ke ambici, ke aspiratat moja, do me studiu, po e din që familja jote nuk i ka kapacitet financiare me të mbështetë këto ëndrën tone, akademike. E ke një fond jashtëzakonisht ma 30 milion euro në vjet, që garantën që ëndrat tua mund shmi realizua në aspektin akademik dhe nesër me ndihmu shtetet dhe familjes tone. Pra, për mu, rezultatin 28 që të ka me prodhu qëto. Një qeverisje e cila ka direkt impact në jetën tonë. Edhe besoj që kjo është duke rezultu, mendoj në një mbështetje më të madhe për Bedrin Hamzën, një mbështetje më të madhe për PDK-n, një
ofertë reale kundër këtyre konflikteve, përçarjeve, mos zhvillimit e shtesë, pagesave të larta, tatimeve, gjitha gjanave, drejt një qeverisje e cila është një person që dit e natë mundohet me përafru, me zhvillu, me i konfliktit, me pru stabilitet. Dhe mendoj që kjo ka me qenë 28 dhjetore ka me prodhu këtë situatë të re që Kosova ka nevojë me shku përpara. Është një faktor që në Kosovë po ka shumë ndikim jo vetëm ekonomik, po edhe politik, diaspora. Ne e dim që vetëvendosja e ka kapitalizu shumë prezencën e tyne, edhe do të thotë i shikon si aset i tyre, po në fakt që ka i ka po për këto vite... Si kërsnim propozitën. Si kërsnim propozitën, po veç do të vitë diaspora në me këshënio. Veç si thesi vota, që kemi po, na do të thotë se diaspora na e dim kejtë çfarë bizneset të suksesshme sot ka të shqiptarëve në vendet perëndimit. Sa shumë janë integru, sa qindra mira punësojnë atje. Mirë po, kjo qeveri do të thotë di raste konkrete kur bizneset shumë të suksesshme as deren që u kanë qenë me prit një audiencë me abo. Do të thotë çka keni me bë që me josh, me pru ata këtu, se për një janë një kapital shumë i vlefshëm, edhe sentimenti i tyre nuk ju ka hup, kanë qef të investojnë në Kosovë, kanë qef të jenë të involvuar në zhvillimet këtu. Do thotë edhe është mirë me shfrytzu edhe gjëna mos me shfrytzu gjithat kapacitet të madh që ekziston.